Në çastet e fundit të jetës, gjithçka duket të ndalet. Zebra rreh më ngadalë dhe shpirti fillon të shkëputet nga trupi. Nuk ka më frikë, vetëm një qetësi e çuditshme. Është fillimi i një udhëtimi që çdo shpirt do ta përjetojë. Ndërsa trupi pushon, shpirti ndjen lehtësi. Është si të zgjohesh nga një ëndër e gjatë. Çdo dhimbje zhduket dhe gjithçka përreth shndrit me një dritë të butë. Shpirti sheh trupin e vet nga lart. Një ndjesi e pazakont, por pa dhimbje. Është një moment kur kupton se nuk je më i lidhur me tokën, por me një dimension tjetër. Papritur, një dritë e fuqishme shfaqet përpara. Nuk është thjesht dritë, është ngrohtësi, dashuri dhe thirrje në të njëjtën kohë. Shpirti ndjen se duhet të ndjek këtë rrezë hyjnore. Në udhëtim, shpirti takon fytyra të dashura që kanë ikur më parë. Ata presin me buzëqeshje duke sjell paqe dhe gëzim. Është një ribashkim i mrekullueshëm. Engjëjt shfaken si qenie drite madhështore. Ata nuk flasin me fjalë, por me ndjenja. Mesazhi i tyre është i qartë. Nuk je vetëm, je i mbrojtur. Shpirti kalon nëpër një tunel ku kohë dhe hapësirë nuk ekzistojnë. Çdo sekond ndjehet si një përjetësi. Është udhëtimi drejt një bote që sfidon çdo logjik njerëzore. Në këtë udhëtim, shpirti përjeton një rishikim të jetës. Çdo kujtim, çdo veprim, çdo fjalë shfaqet përpara si një film. Por nuk ka gjykim, vetëm mësim. Ndërsa kujtimet kalojnë, shpirti kupton se çdo veprim i vogël kishte rëndësi. Dashuria, mirësia dhe falja ishin thesaret më të mëdha që solli me vete. Shpirti mëson se nuk është vetëm. Çdo shpirt është i lidhur me një rrjet të madh drite. Jeta nuk mbaron, vetëm ndryshon formë. Shpirti përfshihet nga një ndjenjë paqeje absolute. Nuk ka më frikë, nuk ka më dhimbje. Është një qetësi që asnjë fjalë njerëzore nuk mund ta përshkruajë. Është si të jesh në zemrën e dritës. Engjëjt sjellin shpjegime për kuptimin e jetës. Ata tregojnë se çdo provë, çdo lot dhe çdo buzëqeshje ishte pjesë e një plani më të madh shpirtëror. Asgjë nuk ndodhi rastësisht. Shpirti kupton se jeta në tokë ishte një shkollë. Çdo sfidë ishte një mësim për të rritur shpirtin, për ta bërë më të fortë dhe më të ndritshëm. Ky është kuptimi i vërtet i përjetësisë. Një derë e madhe drite hapet. Aty shfaqet një botë plot ngjyra e energji që nuk ekzistojnë në tokë. Është mbretëria shpirtërore ku shpirtrat jetojnë në harmoni. Në këtë botë nuk ka kohë as hapësirë. Shpirtrat lëvizin me mendim, komunikojnë me ndjenjë dhe jetojnë në dashuri të përjetshme. Është një ekzistencë përtej imagjinatës njerëzore, por jo çdo shpirt qëndron menjëherë. Disa kthehen në tokë për të përfunduar misionin e tyre. Kjo quhet ringjallje shpirtërore, një mundësi për të mësuar më shumë. Shpirti ndritshëm zgjedh gjithmonë dashurinë. Ky është ligji i përjetshëm. Vetëm dashuria kalon përtej kufijve të jetës. Gjithçka tjetër mbetet pas. Në botën shpirtërore, shpirtrat e afërt që kanë ndarë dashurinë në tokë lidhen përsëri. Marrëdhëniet e vërteta nuk vdesin kurrë. Ato bëhen më të forta në dritë. Shpirti arrin një kuptim të plotë. Vdekja nuk është fundi, por një fillim i ri. Është porta që hapet drejt dritës, ku çdo shpirt gjen paqe dhe dashuri të pafund. Dhe kështu përfundon udhëtimi. Shpirti bashkohet me burimin hyjnor. Është kthimi në shtëpi, aty ku gjithçka fillon dhe mbaron. Drita mbetet përgjithmonë udhërrëfyesi i shpirtit.